Kryeministri Edi Rama ka nisur një seri takimesh në Vilën 30 me anëtarët e kabinetit qeveritar. Këtë të martë për 2 orë ai thërriti ministrin e brendshëm dhe atë të drejtësisë, si dhe krerët e institucioneve të varësisë. Fokusi i mbledhjes ishte analiza e brendshme dhe puna e bërë në çdo dikaster, si dhe prioritetet kryesore. Fillimisht raportoi ministri i brendshëm Besfor Lamallari, i cili shoqërohej nga 3 zëvendës ministrat, Silva Caka, Anisa Ruseti dhe Xhemal Qifalia. Ndërsa të pranishëm ishin drejtori komanduar i policisë së shtetit Sokol Bishka, si dhe ministri për pushtetin vendor Ervin Demo. Prezenca e këtij të fundit vjen pasi kryeministri Edi Rama më herët i ka deleguar që të çojë përpara çështjen e adresave. Burime bëjnë me dije se ky takim pason atë të Ministrisë së Infrastrukturës një javë më parë. Pas Ministrisë së Brendshme, raportoi dhe ministri i drejtësisë. Ishte ministri Toni Gogu, i cili dha të dhënat në Vilën qeveritare 30. Bëhet me dije se Rama ka zgjedhur të mbledh çdo javë një nga një ministrat, duke shmangur një ritrit të gjitha ministrive, të cilat zhvillohen çdo 6 muaj. Këto takime do të vijojnë dhe të mërkurën, teksa pritet një analizë e Ministrisë së Ekonomisë.